Lajme do të ndihni në 2024 ekonomia shqiptare u zgjerua me 3.96%, sipas Instat rritjen ekonomike të vendit po u udhëheq sektori i turizmit. Stoku i banesave në Shqipëri është ende më i ulët se kërkesa e tregut. Një raport i Altax vlerëson se rritja e turizmit është nxitës për ndërtimin. Partitë politike në garë me programet ekonomike për zgjedhjet. Rama premton rritje të pagës minimale në 500 euro, Berisha ulje të TBSH-s në 15%. 900 shqiptare lanë shtetësinë e vendit të tyre për gjatë vitit 2024. Kjo është shifra më e lartë vjetore që është regjistruar ndonjëherë. Mirëseardhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Turizmi është kthyer në një lokomotiv për ekonominë e vendit. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instat, ky sektor udhëhoqi rritjen ekonomike të vitit të kaluar, e cila paraprakisht për llogaritet të ketë qenë 3.96%. Kronika në vijim sjell të detajuara shifrat e rritjes sipas tremujorëve dhe sektorëve të ekonomisë. Me të dhënat e tremujorit të fundit, Instat jep një vlerësim paraprak të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2024, i cili mbështetur në të dhënat tremujore, duket se ka shënuar një rritje prej 3.96%. Ekonomia duket të jetë ngadalësuar në tremujorin e fundit të vitit kaluar, tregojnë të dhënat më të fundit të Instat. Sipas shifrave, prodhimi i brendshëm bruto në terma real për tremujorin e 4 të vitit kaluar vlerësohet me një rritje prej 3.63% në krahasim me tremujorin e 4 të vitit 2023. Të dhënat tregojnë se gjatë tremujorit të fundit, zëri që dha kontributin më të lartë në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto me 1.44 pikë është administrimi publik, arsimi dhe shëndetësia. Ndikim pozitiv po ashtu në rritje kanë patur edhe tregtia, akomodimi dhe shërbimi ushqimor, pasuar nga aktivitetet e pasurive të paluajtshme. Theksojmë se grupi i transportit, akomodimit dhe shërbimit ushqimor ka patur ndikim më të madh në rritje, sidomos për gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë. Kjo tregon ndikimin mjaft pozitiv të turizmit në rritjen ekonomike. Nëse në analizë marrim ndryshimin e degëve kryesore, shohim se për tremujorin e fundit, grupi administrata publike, arsimi dhe shëndetësia shënoi rritje prej 11.35%, i pasuar nga aktiviteti pasurive të paluajtshme me një rritje prej 10.76%. Grupi aktiviteteve arte, argëtim dhe çlodhje shënoi rritje prej 9.57%, grupi tregti, transport, akomodim shënoi një rritje prej 4.33%. Nga ana tjetër, grupi aktivitete financiare dhe të sigurimit shënoi rritje prej 2.10%, aktiviteti ndërtimit rritje prej 1.57% dhe grupi informacion e komunikacion shënoi një rritje prej 0.06%. Ndërkohë, krahasuar me tremujorin paraardhës, pra tremujorin e tretë të vitit 2024, treguesi i produktit të brendshëm bruto është rritur me 0.72%. Nga ana tjetër, konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi, u rrit në terma real me 3.26%. Rritja e shpejtë e turizmit ka zgjeruar kërkesën për më shumë njësi akomodimi. Një raport i fundit i Altax ka bërë një gjetje mjaft optimiste për sektorin e ndërtimit. Sipas analizës së situatës që kanë bërë ekspertët, rezulton se stoku i ndërtimeve në Shqipëri ende është poshtë kërkesave që ka tregu. Në Shqipëri, sektori i ndërtimit ka pësuar një rritje të shpejtë, duke i dhënë kontribut të konsiderueshëm edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, por me rritjen e numrit të turistëve në Shqipëri, a mjafton kapaciteti aktual i apartamenteve për të përballuar kërkesën, apo duhet një valë re ndërtimesh? Në raportin e Altax, krahasohet kapaciteti i stokut aktual i apartamenteve me kërkesën. Sipas të dhënave të Altax, për 12 deri në 15 milion turist në vit, me një qëndrim mesatar prej 5 ditësh dhe një hapësirë mesatare prej 22 m2 për turist, përkthehet në një nevojë të lartë për sipërfaqe akomoduese, e cila të i kalon stokun bosh të apartamenteve në treg, por cila është zgjidhja që mund të përballojë flukset turistike pa ndërtime të reja. Një ndër zgjidhjet është përfshirja e banesave të shqiptarëve rezident, atyre të diasporës dhe të huajve që kanë investuar në Shqipëri në pasuri të paluajtshme, gjë e cila do të mundësojë kërkesën për strehim, e cila mund të mbulohet pa pasur nevojë për një bum të rindërtimit. Por aktualisht, a mjafton stoku aktual i ndërtimeve për një fluks mujor mesatar hyrjesh deri në 1 milion vizitor? Altax vlerëson se nëse stoku aktual i ndërtimit është i mjaftueshëm për të mbështetur një fluks mujor të pritshëm prej më shumë se 1 milion vizitor, duhet të merren parasysh disa faktorë kryesor, duke përfshirë këtu kapacitetet e akomodimit, infrastrukturën dhe kërkesat për shërbime që do të ndodhin si pasojë e këtij fluksi. E kësaj, stoku aktual i ndërtimit mund të jetë një bazë dobishme
nevojshme për të mbështetur një fluks të madh turistësh, por do të jeti pamjaftueshëm nëse nuk ka investime dhe zhvillime të shpejta për të krijuar më shumë kapacitete akomoduese dhe infrastrukturore. Për një fluks mujor prej deri në 1 milion vizitor, do të duhet të zgjerohet ndërtimi dhe infrastruktura, të krijohen më shumë mundësi akomodimi dhe të sigurohen burimet e nevojshme për mbështetje të një fluksi kaq të lartë turistik. Një revolucion fiskal. Ky është premtimi që i ka bërë sipërmarrjes shqiptare kreu i opozitës Sali Berisha në një takim me bizneset organizuar nga Dhoma e Tregtisë Tiranës. Berisha, mes shumë drejtimeve që ka plani ekonomik i Partisë Demokratike, ka veçuar edhe uljen e taksës së vlerës së shtuar në 15% nga 20% që është aktualisht. Ulje e TVSH-s në 15% dhe rikthimi taksës së shesht 10%. To janë dy nga pikat e programit të Partisë Demokratike që sipas kryetarit Sali Berisha do i japin frymëmarrje ekonomisë shqiptare. Gjatë takimit konsultativ me temë hartimi një platforme për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, i organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe shoqatat e biznesit, Berisha u ndal edhe te taksat në sektorin e ndërtimit, duke premtuar ndryshime rrënjësore fiskale. TVSH-ja nuk ka më tabu, do zbritet në 15% me qëllim për të zbritur dhe më poshtë. Nuk mund besoj unë se ai 20% është një nivel i shenjtë edhe s'do ta prekim. Do ta prekim. Taksa 10% do të mbetet ndjellëse për të gjitha taksat tjera. E kemi eksperimentuar ne në vitin 2005 dhe ne nuk patem, jo që s'patem ulje të ardhurave, por patem dyfishim të ardhurave. Ne jemi dhe mbetemi të zotuar para biznesit për një revolucion të ri të vërtet fiskal. Kalojmë në një sistem fiskali në të cilin së pari stabilitet i atij sistemi. Berisha premtoi dhe ulje të masës së sigurimeve shoqërore, si dhe mbrojtje të bizneseve që preken nga luhatjet e kursit të këmbimit. Ne do ulim progresivisht detyrimin e sigurimeve shoqërore. Ne po shkonim drejt saj dhe absolutisht ajo ishte një veprim shumë i drejtë. Nuk mund të them se kjo do bëhet 100 ditë të para, por kjo do bëhet në mënyrë të padiskutueshme. Përfaqësuesit e biznesit shprehën nevojën për ndërhyrje në drejtim të sigurisë juridike, ndërmarrje në një reforme të thellë në sektorin bujqësor apo uljen e taksës së shitjes së pronës. Kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Nikolin Jaka përkrau propozimin e PD-s për ulje në masën 2% të kësaj takse, edhe pse sipas tyre edhe ulja 5% do të ishte mjaftueshme për t'i dhënë frymëmarrje tregut të pasurive të paluajtshme. Sot kur pritet që kreu i socialistëve Edi Rama të publikoj programin elektoral për zgjedhjet e 11 majit, në rubrikën Sy më sy ka zbuluar detajet e para. Rama ka premtuar se nga 1 janari viti 2026 paga minimale do të jetë 500 euro. Kryeministri Edi Rama në rubrikën e tij Sy më sy zbuloi një pjesë të programit ekonomik të Partisë Socialiste, duke deklaruar se nga 1 janari viti 2026 paga minimale do të jetë 500 euro. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, siç e kam thënë më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale. Gjatë rubrikës, Rama foli dhe për mbylljen e platformës TikTok, duke thënë se është realizuar me sukses aktivizimi i saj në të gjithë celularët. Ai paralajmëroi prindrit që të jenë të kujdesshëm pasi të rinjt po e përdorin këtë rrjet social përmes rrugëve alternative. E kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do të dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës, sepse VPN falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbrojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve kujdes me telefonat, sepse nëse fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën në qafë. Kujdes me telefonat. TikToku me VPN është hapje rrugës për hakerim. Ndërkohë, në vazhdim pritet të bëhet publik i gjithë programi ekonomik i Partisë Socialiste, i cili do të shërbejë si bazë për fushatën elektorale në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.
Kjo është koha e dur për të investuar në Shqipëri. Nesër do të jetë vonë, pasi do të bëhet më shtrenjtë se tani. Ky është mesazhi që ka përcjell kryeministri Edi Rama në takimin me investitorë shqiptarë dhe të huaj, organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit. Është zhvilluar vendi kryesor i vitit për biznesin Matchmaker Albania, i cili bëri bashkë mbi 800 investitorë shqiptar dhe ndërkombëtar nga më shumë se 20 shtete, duke shërbyer kështu si një mundësi për të lidhur partneritete të reja. Në këtë event të organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, prezantohen 30 projekte private dhe shtetërore investimi. Në ceremoninë hapëse, kryeministri Edi Rama u shpreh se tani është koha e duhur për të investuar në Shqipëri. Kjo është koha për të investuar në Shqipëri. Është koha për të bler, qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të jetë vonë. Nesër të gjithë do duan të vinë, të gjithë do duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Në Matchmaker Albania u nënshkruan edhe 5 memorandume mirëkuptimi me Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Serbinë, Britaninë e Madhe dhe Kazakistanin. Sot jemi po kështu krenar të dëshmojmë në nënshkrimin e 5 memorandumeve me Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Kazakistanin e kështu me radhë. Ndërkohë që evenimenti është përqendruar te pasuritë e paluajshme në turizmi, interesat shkojnë shumë përtej nga teknologjia, inovacioni, agribiznesi, prodhimi, energjia, financa, kujdesi shëndetësor kështu me radhë. Profiti ekonomik i Shqipërisë po ndryshon. Drejtori ekzekutive e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, Laura Sara, u shpreh se ky event shërben për të ngritur pozicionin e Shqipërisë si një vend i mirë për të investuar. Ajo çfarë duam të tregojmë botës nuk është vetëm bukurinë e natyrës së Shqipërisë, që e dim, nuk është thjesht fakti që është një treg në zhvillim, por një vend që është serioz në bërjen e biznesit, është serioz për rezultatet që do të arrijë dhe për investimet që do të bëjë. Kryeministri Edi Rama ka ftuar emigrantët të kthehen dhe të investojnë atje, duke promovuar në të njëjtën kohë edhe paketën e maleve. Kreu i qeverisë ka kujtuar edhe një herë se 500 aplikantët e parë nuk do të kenë taksa për 10 vite. Paketa e maleve është një mundësi reale dhe mbështetje e posaçme për ata që duan të rikthehen në tokat e tyre dhe të ndërtojnë një biznes. Ky është mesazhi që ka përcjell kryeministri Rama me anë të një videopostimi në rrjetet sociale për ligjin më të fundit të miratuar, që synon nxitjen e agroturizmit në të gjithë vendin. Kryeministri Rama rithekson se procedurat do të jenë të lehtësuara për 500 aplikantët e parë, të cilët do të përfitojnë 0 taksë e 0 TVSH për 10 vjet. Me paketën e maleve, një ligj i ri sapo miratuar që i hap rrugë investimeve në agroturizëm, agropërpunim dhe turizëm malor, duke i dhënë një mundësi reale dhe mbështetje të posaçme të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve nga qyteti apo nga jashtë vendit. Për të arritur një sukses ekonomik për familjet e tyre me procedura krejt të thjeshtuara dhe lehtësira fiskale deri edhe 10 vjet 0 taksa e 0 TVSH për 500 aplikantët e parë. Paketa e maleve synon të mundsojë investime për zhvillimin e turizmit, rimëkombjen e ekonomisë dhe nxitjen e punësimit në zonat malore. Paketa e maleve synon të krijojë një ekuilibër në zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve ekonomike të turizmit malor, bujqësisë, industrisë dhe inovacionit, të lidhur me ekosistemin e këtyre zonave, bazuar në mbrojtjen e peizazhit natyror, ruajtjes së trashëgimisë kulturore, kulturës dhe identitetit lokal në këto zona, të shpallura me përparësi për zhvillimin e ekonomisë malore. Hyrja e liçenit të Shkodrës do të transformohet në një park ligatinor. Bergh ka lidhur kontratën me zbatuesin e projektit që synon rritjen e ofertës turistike të zonave natyrore në veri të vendit. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka njoftuar lidhjen e kontratës me vlerë 731.000 euro për përmirësimin e peizazhit dhe infrastrukturës lidhëse për parkun ligatinor në hyrje të liçenit të Shkodrës, me qëllim rritjen e ofertës turistike të zonave natyrore në qarkun verior. Punimet do kryen nga kompania SMO Union, teksa tenderi u hap në qershor të vitit të kaluar dhe autoriteti kontraktor është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Sipas Bergh, zona ku do të shtrihet projekti është shumë pak e populluar, teksa pjesa natyrore zë përqindjen më të madhe. Parku ligatinor do ofrojë funksione rekreative për qytetarët, si zona për ecje dhe pushim me pamje nga ligatinat ose objektet sportive. Po ashtu sipas bankës, ky park ka rëndësi të madhe strategjike për Shkodrën, sepse është projekti pionier i përshtatur nga
pikpamja klimatike që do rregullojë përmbytjet në atë zonë. Ndërhyrjet që do të kryen janë pjesë e projektit për infrastrukturën dhe turizmin në Shqipëri, që financohet nga Bashkimi Evropian në një shumë totale prej 40 milionë euro, si dhe nga kredia sovrane plotësuese e dhënë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për qeverinë e Shqipërisë. Në fund të vitit 2024, borxhi jashtëm i qeverisë u rrit edhe me 139 milion euro, siç dihet, qeveria zotron pjesën më të madhe të borxhit të jashtëm të vendit, ndjekur më pas nga bankat dhe kategoria e sektorëve të tjerë. Rreth 46% të borxhit të jashtëm të Shqipërisë zotërohet nga qeveria, ndërkohë që pjesa e mbetur paraqitet të shpërndarë midis sektorëve të tjerë, bankave të nivelit të 2 dhe Bankës Qendrore. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se nga 10.1 miliard euro që është aktualisht borxhi i jashtëm i vendit tonë, gati 4.6 miliard euro rezultojnë detyrimet të qeverisë. Në fund të muajit dhjetor, detyrimet e qeverisë për sa i përket borxhit të jashtëm janë në instrumente afatgjata, të tilla si hua, obligacione dhe dëftesa. Borxhi i jashtëm i qeverisë u rrit me 139 milion euro në përfundim të tremujorit të 4 të 2024-s, ku detyrimet e borxhit në formën e huave afatgjata u zgjeruan me 86 milion euro dhe ato në formën e obligacioneve ran me 41 milion euro. Nga ana tjetër, bankat e nivelit të dytë zotërojnë rreth 20.4% të borxhit të jashtëm. Autoriteti monetar, pra Banka e Shqipërisë, zotëron vetëm 2.2% dhe kategoria e sektorëve të tjera rreth 31.6%. Detyrimet e Bankës së Shqipërisë ndaj borxhit të jashtëm shënohen në 227 milion euro, me rritje 7 milion euro dhe kjo kryesisht për shkak të kursit të këmbimit. Ndërkohë, detyrimet ndaj borxhit të jashtëm nga institucione financiare si banka tregtare apo shoqëritë e kursim kreditit janë regjistruar në 2 miliard euro, shifër kjo në rritje referuar fundit të tremujorit të 4 2023. Në masën më të madhe, pra 73% e totalit të detyrimeve të këtij sektori është në maturitetin afatgjat në formën e monedhave dhe depozitave. Gjatë tremujorit të 4 2024, borxhi i jashtëm i sektorëve të tjerë u zgjerua me 27 milion euro në nivelin 3.186 milion euro. Lëvizjet kryesore reflektojnë efektin e agreguar të rënies së detyrimeve të borxhit mes kompanive të lidhura në një marrëdhënie investimi direkt, si investime direkte, hua ndër kompani, si dhe rënies së detyrimeve në formën e kredive tregtare dhe paradhënieve. Ekonomia shqiptare sa vjen e bëhet më interesante për investitorët e huaj. Nga viti në vit ata e kanë rritur praninë në të gjithë sektorët. Kronika në vijim bën një ndarje të këtyre investimeve sipas aktivitetit ekonomik. Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë në lidhje me investimet e huaj direkte tregojnë se aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë marrë vendin e parë sa i përket flukseve vjetore hyrëse në vendin tonë. Ky sektor ka tërhequr rreth 379.3 milion euro investime të huaj direkte gjatë vitit të kaluar ose rreth 1/4 në totalit prej rreth 1.6 miliard eurosh. Ky sektor vijon të qëndrojë në vend të parë me një rritje prej 17% në harkun kohor të një viti. Sa i përket vendit të dytë në renditje, shohim se ka një rikonfigurim aktivitetet financiare dhe të sigurimit, që i kanë rrëmbyer pozicionin industrisë nxjerrëse dhe kanë tërhequr rreth 286.8 milion euro investime të huaja në një vit. Ndërkohë, industria nxjerrëse ka tërhequr rreth 213 milion euro në formën e investimeve të huaja të drejtpërdrejta. Industria përpunuese nga ana tjetër, si dhe energjia elektrike, gazi dhe furnizimi me ujë mbyllin 5 vendet e parë të renditjes së flukseve të investimeve të huaja sipas aktivitetit ekonomik. Në vend të fundit ndërkohë është bujqësia dhe aktivitetet të tjera shërbimi. Sa i përket ndryshimeve vjetore sipas sektorëve, në sy bien dy prej tyre. Transporti dhe magazinimi që kanë regjistruar një rritje vjetore të flukseve prej 125% dhe akomodimi e shërbimi ushqimor duke shënuar rritjen më të madhe vjetore mes të gjitha aktiviteteve të tjera prej 164.5%. Ndërkohë nga ana tjetër ka patur edhe aktivitete që kanë shënuar rënje si industria nxjerrëse, tregtia me shumicë dhe pakicë, shërbimet administrative, arta apo arsimi. Rënja vjetore e flukseve të investimeve të huaj të drejtpërdrejta për këto aktivitete regjistrohet nga 7.5% deri në 100%. Jo vetëm largohen nga vendi, por edhe shkëpusin plotësisht lidhjet me të. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar 900 shqiptar hoqën dorë nga pasaporta shqiptare. Ky është një numër i lartë, i paregjistruar më parë. Jo vetëm që po emigrojnë, por gjithnjë më shumë qytetar po heqin dorë edhe nga pasaporta shqiptare. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, gjatë vitit të kaluar, gati 900 shtetas shqiptar hoqën dorë nga shtetësia shqiptare, duke regjistruar kështu numri më të lartë ndonjëherë.
Krahasuar me vitin 2023, kjo shifër është rritur me 6%, duke reflektuar një prirje në rritje të braktisjes së shtetësisë shqiptare. Faktori kryesor që qëndron pas këtij fenomeni është se në disa shtete ku shqiptarët emigrojnë, marrja në nështetësi së vendit pritës kërkon heqjen dorë nga nështetësia e mëparshme. Pra, për të siguruar pasaportën një vendi tjetër, si për të pasur akses më të lehtë të drejta sociale, punësim apo udhëtim, shumë shqiptarë janë detyruar të lënë pas pasaportës shqiptare. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme tregojnë se në harkun kohor të 10 viteve të fundit, afërsisht 6500 qytetarë shqiptarë kanë hequr dorë në mënyrë zyrtare nga nështetësia shqiptare. Profilizimi demografik tregon se shumica tyre janë të rinj. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, individët në moshën 15 deri 35 vjeç përbëjnë më shumë se gjysmën atyre që janë larguar nga vendi dhe kanë aplikuar për të jetuar dhe punuar jashtë. Ndërkohë, sipas të dhënave nga Eurostat, në 20 vitet e fundit më shumë se 521.000 qytetarë shqiptar kanë marrë shtetësi në një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Zhvillimet nga bota, kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump njoftoi vendimin për të vendosur tarifa 25% për importet e automjeteve në SBA. Ky vendim shkaktoi reagime nga Kanadaja që mund të kundërpërgjigjet me masa hakmarrëse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi planet për të vendosur tarifa prej 25% për të gjitha automjetet e importuara me masat që do të hyjnë në fuqi më 2 prill. Ne do të vendosim një tarifë 25% për të gjitha makinat që nuk janë prodhuar në Shtetet e Bashkuara, tha Trump, ndërsa nënshkroi një deklaratë ekzekutive në zyrën ovale të Shtëpisë së Bardhë. Do të fillojmë me një bazë prej 2.5% dhe do të shkojmë në 25%, shtoi Trump. Ai deklaroi se tarifat janë të përhershme, duke thënë se automjetet e prodhuara në Shtetet e Bashkuara do të përjashtohen. Në saksohet se tarifat 25% do të zbatohen për automjetet e importuara, duke filluar nga data 3 prill. Deturimet e reja do të vlen dhe për pjesët e importuara të automjeteve me zbatim jo më vonë se data 3 maj. Burimet zyrtare konfirmuan se tarifat prej 25% zbatohen për automjetet e importuara të pasagjerëve, kamionet e lehtë dhe komponentët kryesorë të makinave, duke përfshirë motorët, transmisionet, pjesët motorike dhe përbërësit elektrik, ndërsa pjesët e automjeteve që përputhen me marrëveshjen SBA Meksik Kanada do të mbeten të përjashtuara nga tarifat në pritje të konsultimeve midis sekretarit të tregtisë dhe mbrojtjes së kufirit të SBA-s. Pas njoftimit të detyrimeve të reja, kryeministri kanadez Mark Carney u përgjigj se qeveria e tij do të konsiderojë opsionet për një hakmarrje të mundshme. Më parë Carney ka njoftuar një fond reagimi strategjik i cili vlerësohet në 1.4 miliard dollar amerikan për të forcuar industrinë e automjeteve të vendit. Bashkimi Evropian ka reaguar menjëherë pas tarifave të Trump për automjetet. Drejtuesit e lartë të BE thanë se po studiohen masat për t'u kundërpërgjigjur. Von der Leyen theksoi nevojën për një zgjidhje të negociuar për të mos lejuar përshkallëzimin. Një ditë pas misionit të komisionerit të tregtisë së BE-s, Maros Šefčovič, në Washington, Donald Trump shpalli tarifa të reja doganore prej 25% për të gjitha makinat e importuara në Shtetet e Bashkuara. Teksa shprehu keqardhjen për këtë vendim, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pohoi se BE do të vazhdojë të kërkojë zgjidhje të negociuara duke ruajtur interesat e saj ekonomike. Ajo përsëriti se tarifat janë taksa që dëmtojnë bizneset dhe konsumatorët si në Shtetet e Bashkuara dhe në BE. Industria e automobilave është një shtytës i inovacionit, konkurrencës dhe punëve me cilësi të lartë përmes zinxhirëve të furnizimit të integruar në të dy anët e Atlantikut. Siç e kam thënë më parë, tarifat janë taksa të këqija për bizneset dhe akoma më keq për konsumatorët, si në SBA dhe në Bashkimin Evropian. Tashmë do ta vlerësojmë këtë njoftim bashkë me masat e tjera që SBA parashikon në ditët në vijim, theksoi ajo. BE-ja do të vazhdojë të kërkojë zgjidhje të negociuara duke ruajtur interesat e saj ekonomik. Si një fuqi e madhe tregtare dhe një komunitet i fortë prej 27 shtetesh anëtare, ne do të mbrojmë së bashku punëtorët, bizneset dhe konsumatorët tanë në të gjithë Unionin, thuhet në deklaratën e von der Leyen. Sipas Shtëpisë së Bardhë, tarifat doganore shërbejnë për të rritur të ardhurat, për të kompensuar shkurtimet e premtuara të taksave dhe për të nxitur prodhimin vendas. Po për industrinë e automobilave, përfshira të amerikane, ndikimi rrezikon të jetë i madh. Kjo mund të shkaktojë çmime më të larta të konsumit, shitje më të ngadalta dhe dëmtimi vet prodhuesve amerikan. Gjithashtu, vendimi do të ketë efekt në pashmangshëm në investime dhe rritje. Cox Automotive vlerëson se pa përjashtime, një makinë e prodhuar në SBA do të kushtonte $3.000 më shumë, ndërsa një makinë e prodhuar në Kanada ose Meksik deri në $6.000 më shumë. Tarifat nëse zbatohen do të ndihen në mbar botën. Shtetet e Bashkuara importuan $214 miliard makina pasagjerësh në vitin 2024, duke përfshirë edhe aleatët jo europian si Japonia, Meksika dhe Korea e Jugut. Bashkimi Evropian u bën thirrje qytetarëve të përgatisin furnizime 72 orëshe dhe do të jenë në gatishmëri në rast të emergjencës.
krizat e mundshme përfshin përmbytjet, zjarret dhe sulmet ushtarake. Evropa duhet të rrisë grumbullimin e pajisjeve kritike dhe të inkurajojë publikun që të mbajë furnizime të mjaftueshme për të paktën 72 orë në rast emergjencash, njoftoi Komisioni Evropian. Komisioni theksoi në strategjinë e re të bashkimit përgatitshmërinë e Bashkimit Evropian se bloku po përgatitej për rreziqe, duke përfshirë fatkeqësitë natyrore, sulmet kibernetike dhe krizat gjeopolitike që mund të çojnë në agresion të armatosur kundër vendeve anëtare. Familjet që jetojnë në zonat e përmbytjeve duhet të dinë se çfarë të bëjnë kur niveli i ujit rritet. Sistemet e paralajmërimit të hershëm mund të ndihmojnë rajonet e goditura nga zjarre dhe t'u japin kohë të çmuar, tha në një deklaratë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Strategjia fokusohet në përmirësimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm, sigurimin e vazhdimësisë së shërbimeve thelbësore si kujdesi shëndetësor dhe uji i pijshëm, si dhe përgatitja e qytetarëve për të përgjigjur krizave. Hadia Lahbib, komisionere evropiane e ngarkuar për përgatitjen dhe menaxhimin e krizave, tha se shqetësimet ishin të ndryshme në të gjithë bllokun, por të gjithë qytetarët duhet të bëjnë përpjekje për të përgatitur për emergjenca. Gati për çdo gjë, kjo duhet të jetë motoja jonë e re evropiane, tha ajo në një postim në X. Komisioni tani do të zhvillojë udhëzime për të arritur një vetë mjaftueshmëri të popullsisë për një minimumi 72 orësh, në një video të postuar në mediat sociale. Lahbib renditi sende të rëndësishme për të mbijetuar 72 orë në një krizë, nga ushqimi dhe uji te një elektrik dore, radio, para, kesh dhe ilaçe. Në betejën për riarmatim pas kërcënimeve të luftës së Rusisë në Ukrainë, Bashkimi Evropian po punon në mbi një program të gjerë investimesh. Ushtrisë prej 2500 kompanive që operojnë në industrinë e mbrojtjes me rreth 600.000 të punësuar, pritet i shtohen edhe subjekte të tjera. Bashkimi Evropian është angazhuar për të forcuar kapacitetet europiane të mbrojtjes. Propozimi i Komisionit Evropian i emëruar fillimisht riarmatosi i Europës dhe tani i njohur si Gatishmëria 2030. I jep përparësi furnizimit me pajisje strategjike, si mbrojtja ajrore dhe raketore, sistemet e artillerisë, raketat, municionet dhe sistemet me dron dhe antidrone. Shpenzimet ushtarake do të përjashtojnë nga kufizimit strikte fiskale europiane. Nëse çdo shtet antar do të shpenzonte 1.5% të GDP-s për mbrojtjen, mesatarisht shuma e kombinuar do të ishte 650 miliard euro. Përveç kësaj, plani parashikon 150 miliard euro kredi për të blerë kapacitete mbrojtëse të prodhuara kryesisht në Europë. Burime shtesë financimi për mbrojtjen janë në studim duke përfshirë mobilizimin e financimit privat. BE po studion gjithashtu harmonizimin e kërkesave dhe prokurimet e përbashkëta për të siguruar një treg më efikas për të ulur kostot. Në total, rreth 2500 kompani operojnë në industrinë e mbrojtjes të BE-s. Sektori i mbrojtjes i Europës ofron rreth 600.000 vende pune dhe skenari i ri mund të ndihmojë për të ofruar edhe më shumë. Por, a mund të përballojë vërtet Europa e ngarkuar me borxhe këtë përpjekje masive për riarmatim në situatën aktuale të paqëndrueshme ekonomike? Sipas ekspertëve, duke pasur parasysh kontekstin e ri gjeopolitik, Europa ka pak mundësi përveç se të ecë përpara. Europa planifikon të vendosë një prag minimal që 65% e komponentëve ushtarak të kualifikuar për financim duhet të jenë europian. Edhe pse ka kaluar kriterin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes në raport me prodhimin kombëtar, Suedia po planifikon rritje në shpenzimet e mbrojtjes. Stockholmi vlerëson se duhet të shpenzojmë mbi 30 miliard dollar në 10 vitet në vijim. Suedia po planifikon një rritje në shpenzimet e mbrojtjes në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto në përputhje me atë që kryeministri i vendit pret të jetë një objektiv i ri i shpenzimeve në të gjithë NATO-n. Ulf Kristersson tha në një konferencë për mediat se supozimi i tij kualifikuar është se NATO do të vendosë objektivin për 3.5% në samitin e aleancës në Korik dhe Suedia tashmë po planifikon të arrijë këtë pikë brenda 5 viteve, tha ai, shkruajnë mediat e huaja. Masa e Stockholmit megjithatë vjen me një kosto të madhe prej 30 miliard dollar apo rreth 28 miliard euro, të cilat vendi planifikon të marrë huan nëse propozimi miratohet nga parlamenti. Legjislacioni do të paraqitet më 15 prill dhe do të votohet deri më 20 qershor, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Shpenzimet aktuale të mbrojtjes të Suedisë janë në 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto, tashmë mbi objektivin prej 2% të NATO-s, me plane për të arritur atë në 2.6% deri në vitin 2028.
Ndërsa partia e moderuar në pushtet ka një koalicion me demokratët e Suedis në parlament, ata synojnë të kërkojnë mbështetje të gjerë për nismën. Kristersson ishte i sinqert në lidhje me motivimet e tij, duke pranuar se rritja ka për qëllim pjesërisht ruajtjen e marrëdhënieve të forta me Shtetet e Bashkuara. Kjo do të përfaqësonte një fuqizim të rëndësishëm të NATO-s europiane. Të mos harrojmë se është NATO-ja europiane që po testohet tani, ka shtuar Kristersson. Është shumë herët për të specifikuar se si do ndahen fondet, megjithse supozohet se bëhet fjalë për dronë, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe municione. Kërkesa e kohës, por në të njëjtën kohë edhe shqetësim për të panjohurën. Planet e Bashkimit Evropian për zhvillimin e euros digjitale po shkojnë drejt fundit, por skeptikët thonë se zëvendësimi i plot i parave fizike mund të sjellë probleme. Ndjekim kronikën në vijim. Bashkimi Evropian po i afrohet fazës përfundimtare të zhvillimit të euros digjitale, një vendim i konsideruar si hapi i parë drejt zvendësimit të plotë të parave të gatshme. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, qëllimi kryesor i euros digjitale është të sigurojë opsione përdorimi që janë të ngjashme me parat cash, duke u fokusuar në privatësinë, sigurinë dhe qasjen për qytetarët. Megjithatë, ndërsa disa e shohin këtë iniciativë si një hap përpara, të tjerë janë të shqetësuar për mundësinë e eliminimit parave cash dhe pasojat që mund sjellë ky proces. Eurodeputeti gjerman Patrick Breyer ka paralajmëruar për rreziqet që lidhen me humbjen e privatësisë dhe mundësinë që bankat kontrollojnë më shumë ofertën monetare, çka mund të çojë në pasojat pakëndshme për ekonominë. Ndërkohë, pas një rritje të pagesave digjitale në Eurozonë gjatë pandemisë së Covid-19 dhe një rënje të përdorimit parave cash, Banka Qendrore Evropiane ka nisur zhvillimin e euros digjitale që mund të ofrojë një alternativë për parat fizike. Ky zhvillim është përshpejtuar me propozimet për kuadrin ligjor nga Komisioni i Bashkimit Evropian në vitin 2023. Për disa, kjo përpjekje mund të shërbejë si një mjet për të hequr gradualisht parat cash, duke i dhënë mundësi bankave dhe autoriteteve shtetërore të mbikëqyrin më mirë transaksionet financiare. Ndërkohë, disa shtete kanë hedhur një vështrim pozitiv ndaj përhapjes së pagesave digjitale, siç janë vendet nordike që kanë bërë hapa të mëdhenj në këtë drejtim, ndërsa disa shtete si Armenia dhe Gjermania mbeten prapa. Përfundimisht, kjo tendencë ka ngritur diskutime të shumta me disa ekspertë që e shohin si një mundësi për një të ardhme pa para, ndërsa të tjerë janë të shqetësuar për humbjen e mundësisë për të përdorur para fizike dhe për ndikimet e mundshme në ekonominë e zakonshme. Në Francë mendohet të jetë zbuluar rezerva më e madhe në botë e hidrogjenit. Ky zbulim mund të transformojë tregun global të energjisë dhe ta kuotojë këtë vend evropian edhe më lart në sektorin e energjisë. Franca zbuloi rezervën më të madhe në botë për 46 milion tonësh hidrogjen natyror me vlerë 92 miliard dollar. Shkencëtarët francezë kanë gjetur hidrogjenin natyror nën tokë, në Folsviller, një rajon në departamentin e Moselle. Ky zbulim ka potencialin për të transformuar tregun global të energjisë, duke ofruar një burim të ri karburanti pa karbon dhe duke vendosur Francën në majtë e revolucionit global të energjisë. Shkencëtarët nga laboratori Geo Resources gjetën këtë burim të papritur, ndërsa ishin në një mision për të gjetur metan. Por në të metanit ata gjetën një depozit të madhe hidrogjenit të bardh, 1250 metra në thellësi. Ndryshe nga prodhimi industrial i hidrogjenit të gjelbër që varet nga energjia rinovueshme, hidrogjeni i bardh gjendet natyrshëm në tokë. Kjo do të thotë se nuk ka nevojë për procese që konsumojnë energji për prodhim, por mund të aksesohet dhe shfrytëzohet pas një emetim. Sipas shkencëtarëve, vlerësohet se 46 milion ton hidrogjen natyror do të zëvendësonin më shumë se gjysmën e prodhimit vjetor të hidrogjenit gri në botë, por pa kostot mjedisore. Ekspertët theksojnë se depozita vlen rreth 92 miliard dollar, duke e bërë atë një nga gjetjet më të mëdha të energjisë në histori. Prodhimi i këtyre burimeve natyrore do të gjeneronte mira vende pune, do të nxiste ekonominë lokale dhe do të rriste sigurinë energjetike të Francës. Duke përdorur hidrogjenin natyror, Franca do të jetë në gjendje të zvoglojë varësinë e saj nga karburantet fosile të importuara, duke u bërë një forcë udhëheqëse në tranzicionin e energjisë së pastër të Evropës. Ndërsa hidrogjeni ekziston natyrshëm, shkencëtarët duhet të zhvillojnë metoda efikase të nxjerrjes që ta bëjnë atë të përdorshëm për prodhimin e energjisë. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Të tjera informacione i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim.